Ju dridhet syri, ja arsyeja pse ndodh diçka e tillë. Dridhja e pakontrolluar e syrit mund të jetë një nga veprimet më irrituese të trupit të njeriut. Është një veprim që pothuajse të gjithë e njohin dhe të gjithëve na ka ndodhur. Madje një popull i cili ka dridhje syri asajere mendohet se nuk tregon mirë. Por për çfarë shërben si dridhja e syrit në të vërtetë? Dridhja e syrit ose miokomia, siç njihet në terma mjekësor, ndodh kur muskujt e vegjël dhe nervat rreth zonës së syrit sulmohen. Lodhja është një nga kontribuesit kryesorë të kësaj dridhje, prandaj sigurohuni që të bëni mjaftueshëm gjumë gjatë natës. Një tjetër shkak për këtë është kafeina, pasi që mbi ngarkesa e energjisë mund të prish pulsin dhe të shkaktojë dridhje. Nëse konsumoni pije energjike ose kafeinë, provoni t'i konsumoni në sasi të vogla. Alkooli dhe duani ndikojnë gjithashtu edhe në dridhjen e syrit. Nëse kjo dridhje bëhet e pakontrollueshme dhe bezdisshme, atëherë duhet të shkoni menjëherë tek mjeku juaj për një trajtim më të specializuar.